tani do të përgatisim hallvën. Shojmë pak përbërësit, pra, gjallë vaj direkt. Nuk i lë të digjen, i lë të nxehen. Shtoj mielin e misrit dhe më pak miell gruri. Tani mund të vazhdosh Niki. Po ja është në ekran receta, hallvë me miell misri. Ju duhet 400 ml ujë, 200 gram sheqer, 150 gram gjalp, 100 ml vaj misri, 200 gram miell misri, 2 lug miell gruri dhe arra të grira. Tani ndiqni procesin hap pas hapi. Vaj dhe gjalpi janë shkrirë, kemi shtuar aty edhe mielin. A më merr pak miell sepse shoh që masa është bërë me një gotë më të vogël se masa e duhur dhe gjalpi është më i tepër. Çfarë do lloj mielli të kesh? Ose miell gruri ose miell misri. Kombinimi miell gruri më shumë, miell misri më pak. Nëse ju keni me miell të bardhë apo të verdhë kishe? Le ti vë pak të verdhë sepse mielli i misrit është i vetmi gjë që nuk kërkon të mielin e misrit të ashpër, mund të përdorni të ballokume dhe mund të përdorni të bardhë, mund të përdorni të verdhin. Me shumë dashuri, tek mielli i bardhë, nëse dëshironi ju çfarë do lloj mielli, edhe me farinat mund të shtoni. Ja. Tani po. Tani po. Në një rregullimi i përmasave bëhet me çu të lirë. Sa mase duhet, po e pash që ishte vendosur në masën në gotë të vogël dhe jo në gotë ujë, dhe prandaj gjalpi ishte me shumicë. Sepse kur është gjalp më tepër nga masa që duhet, ose miell më pak, normalisht, ne nuk arrim asnjëherë që të ri e të piqet mielli. Po. Si piqet mielli derisa të lëshoj aromën dhe jo në djegje. Përderisa unë kam të verdhën, të artën e bukur, të dielltën e bukur, nuk dua ta kaloj në ngjyrë të errët. Patjetër që kam shtuar shërbetin e dieshëm të baklavas. E mbani mend që unë bëra me shumicë. Dhe ja ku unë e kam që do ta shtoj sot. Dhe aroma e miellit, kur piqet, është më se e dallueshme për të treguar pastaj dhe cilësinë e miellit, për ngjyrën e një trajshme, për aromën karakteristike dhe anvisat që janë shpesh në kuzhinë, e kuptojnë më së miri këtë proces, këtë aromë që ndihet gjatë pjekjes. Derisa më duhet ky trazim, më duhet ky trazim derisa të fillojë shkëputja e masës nga ena, nga pajisja. E lëm paksa. Sepse po nuk e përziva, do arrinë në rezultatin e duhur. Po. Niki meri tani shtoj ti vetë. Niki shton mente dhe unë shtoj direkt. Ne kishim një kane të vogël shurup. Dhe mundohem që ta gjej se i shkon. Sepse është zënë ajo kanja dhe prandaj ti nuk do ta gjesh dot. Okej. Do shtoj një masa që kam shtuar unë 400 ml. Unë kam diku 500, kam më tepër, dhe kam pak sa kujdes. Do shtoj. E dua që ta shikoj atë proces, po edhe këtë, paralelisht i grimarat që ti... E lë, sepse do bëhet. Çfarë arome që është hapur, mos harroni përzierjen e gjalpit. Diku te 150 gram gjalp, 100 ml vaj, nuk e leni të digjet, e leni të ngrohet, shtoni masën e miellit, masa e miellit mbizotëron mielli i misrit, dhe 2 lugë gjelle është miell gruri. Në momentin që ju keni shtuar diku te 400 ml sherbet, e përzini mirë, më pas shtoni arat, dhe e gjithë kjo mas unë e lë të bëhet paksa, sepse bëhet, dhe në momentin që fillon që unë ta shkëpus, atëherë filloj dhe e përzijej. Fillon dhe të trashet, të plotësohet. Derisa ajo pastaj të filloj shkëputjen nga... Kjo është gjimnastika, në kushtet e shtëpisë. Gatuani. Okej, bëjmë një përmbledhje tani të shpejtë sërish të hallvës.
Këtu tek dhalla do t'i shtojmë edhe akull, po i marrim në frigorifer ose po e vendosim siç është kanën e vogël aty brenda të freskohet. Pra halvë me miell misri. Ujë 400 ml, 200 gram sheqer, 150 gram gjallë dhe 100 ml vaj misri, 200 gram miell misri, 2 lugë gjelle miell gruri, ara të grira. Procesin e ndoqët, do edhe pak që ta ndjekim deri në fund për t'ja treguar zonjave tona. Temperatura këtu jemi në... Ka një sekret. Fillon të bëhet kur yndyra të dali. Fillon të dalë në sipërfaqe, ashtu sikur se tek tava e dheu që presim që të dalë yndyra në sipërfaqe. E përzijemi mirë, do minutazhen e vet, do kohën e vet. Sigurisht. Nuk mund ta ngusë edhe po ta ngusë, nuk do të dali huq. Do dali në rezultatin që ne duam. Ndërkohë që vazhdon të bëhet halva jonë me miell misri, ne shijojmë një kafe lavaca, kush e ka pirë dhe kush nuk e ka pirë. Ne ju sugjerojmë michelinat, kapsulat me sasin maksimale të kafes, e cila vijon me një proces të rëndësishëm, të unifikuar mes këtyre kapsulave dhe aparatit lavaca Modomia, e cila mund të jetë shumë mirë dhe shumë kollajfare pjesë e zyrave tuaj, ku punoni, e shtëpisë tuaj, dhe aq më tepër nëse porositet aparati, padyshim që kompania mendon edhe për llojet e ndryshme të kafes. Ku jeni ju, te kafja me aromë intensive, apo divino, apo qualitarosa, e me radhë. Sot provojmë këtë kapsulën lavaca Modomia Intenso. Ja e vendos këtu. Një prekje të lehtë tek opsioni kafes së shkurtër, dhe në çast ju do të ndjeni aromën, kremozitetin e një kafeje, që të bën të ndihesh sikur je aty në një nga qytetet e Italisë, ku prej nga vjen edhe ky emër i kafes, prezent në Shqipëri, dhe njerë, si që thash, ky aparat është perfekt, ka një sistem presioni të shtrydhjes kapsulës për të marrë maksimumin e kafes dhe për të ndjerë aromën, shijen dhe kremozitetin ja. Një bariste e vërtet. Ka kohë sa kam punuar në aparatin e lavacës, e kam kaluar dhe një eksperiencë në banak. E ke fituar me kafe. Edhe për t'i përzgjedhur aromat dhe llojet e kafeve. Ta lumshin duart. Alva është duke u përgatitur. Po. Arat në fund fare. Po. Sos këtova. Kjo aroma Merë gjergjefin goce dil ke ara. Merë gjergjefin goce dil ke ara. Hi, më ka mërë molli shpirto ja ke lala. Kjo është kënga ime ere. Që kur e shojmë këngën tënde, kur e dëgjojmë? Së shpejti. Gati e kam faktikisht pres një moment të duhur, kaq. Po shumë pak na këndove pak. Kaq. E dua që të jetë me pjesë. Me muzikë bukur. Bani mend të këtë me gjergjefin. A mongoca mos u lodhni shumë se sot s'ka as gjergjef, as qenisje, sot ka vetëm nisje. Sot ka bitisje pa nisje. E vendos këtu. Ja. E lë pak sa toftohet një sekondë, mos sot kap. Opja, e tillë edhe. Okej. Ja, edhe kështu përfundojmë me recetën e halvës me miell misri, një recetë e shpejtë, mund ta përgatisni një pjesë e traditës dhe ta shijoni atë. Mirë? Më lumshin duart. Ka të gjitha në rregull. Ka dashuri shumë, kjo është. Këto ishin pra 4 recetat me shumë dashuri edhe. Të lumshin duart edhe ty. Lavaca të bëft mirë, ndërkohë përshëndetemi nga kuzhina për të ritakuar nesër në po të njëjtën orë me receta të reja, të bëft mirë shlohë me kohën e duhur. Në të njëjtën botët tona, se botët tona janë shumë të bukura. Bravo. Edhe dashuri. E të kam gjanë. Të bëf mirë, faleminderit. Ju pres pas pak, me Altin Jokën do të jemi për të folur për ato sinjale që na jep trupi përpara se të shfaqet një sëmundje dhe që ne i neglizhojmë.
kemi ca shenja të çuditshme në fakt, që ne i neglizhojmë, themi e kemi nga lodhja, nga stresi apo nga X y Y, por që paralajmërojnë diçka, kështu duhet të njihemi dhe ti mos i neglizhojmë. Ju pres pas pak.